Po thosha këtë që në gjithë të situatë që kanë koinciduar disa ligje. Është bërë proteste e madhe këtu me këta Bela, doktoresha Ajdin, do me thënë se si kaloi. Ligji për shëndetin reprodhues po ashtu krijoi debate që ishte ligji për surrogasi, nuk e di është bërë këtu debat, kam jam e bindur. Bashkë më ishim? Bashkë ishim? Kemi qenë bashkë, po. Tashmë ky protokoll. Këto, ajo që do të kërkoja, edhe nga ministria apo nga përfaqësuesi, do është që të ketë një komunikim pak më delikat, më të qartë. Jo komunikim, jo, ta tërheqi urdhrin. Jo, po thoni juve. Po tërheqi urdhrin, ose do shkatroj kalamajt, do shkatroj fëmijët, i ke fjalët fëmijë, adoleshent, 14, 13, 16, i ke këtu. Këto lloj argumentash, të ka i njeri i cili nuk ka informacion dhe nuk është i shkolluar si juve, si neve, që kemi informacionin. Është publik, me mere lexon. Jo, krijon terren dhe krijon një urrëtie të panevojshme dhe disinformim. Dhe prandaj duhet me shumë informim, është informim i saktë. Prandaj duhet me kujdes. Po trajtojnë me hormone fëmijët në Shqipëri. Të lutem. Po është dhënë urdhri pra nesër të paraqitet në. Është panik që ju krijoni. Po paraqitet nesër një fëmijë. Që është bërë për të ushuar në. Të lutem. Atëre. Po është tjetër gjë. Të lutem. Ky është një panik dhe ne prandaj duhet ne që jemi të arsimuar, të informuar. Ne duhet të ndihmojmë të tjerët të ndërgjegjësohen. Mesazhe bazuar në evidenca, bazuar në statistika, në zezë të bardhë, që mund të trajtojnë 16 vjeçarët, 14 vjeçarët. Të lutem, po e tham tash pse ktheheni te ky muhabet. Po aty është futmja. Diskutuan për ata shi. Okej, shkojmë në mesazh. Mesazhi im i përjetshëm do jetë në fund. Do të lënë në fund, Suela. Atëherë, unë mendoj që çdo njeri ka drejt të jetojë jetën e vet siç duhet, por përzgjedhja e buxhetit shëndetësor duhet të jetë më korrekte dhe mendoj që shteti ose ministria duhet të japë më prioritet problemeve më madhore se sa kjo çështje. Kjo pret kohë për mendimin tim. Shqipëria nuk është gati për të bërë një zgjedhje të tillë dhe për të vënë një ligj të tillë. Është shumë shpejt. Okej. Elona? Unë doja të thoja që së pari duke falenderuar shumë dhe shumë kënaqësi të jem me ju këtu dhe besoj që ky format nuk mjafton për një debat i cili del përtej debatit mjekësor. Është debat shoqëror, është debat ka të bëjë çështje sociale, ka edhe ideologjik shumë i gjerë, i cili ka nevojë dhe është e nevojshme që të flitet me kujdes nga profesionistët që ne vetë mos krijojmë situata për disinformim, duke shpresuar që do të kemi dhe një bashkëpunim më të mirë me përfaqësuesit e qeverisë për të sqaruar dhe për të ulur disinformimin që krijon pasaj terren për të krijuar situata të paqëna. Sigurisht është një çështje delikate, jam padyshim që ky grup është i diskriminuar në vetvete, por nga ana tjetër kjo nuk do të thotë që ne duhet t'i trajtojmë ata me kujdes dhe me të drejtat që i takojnë. Por padyshim për te kësaj çështje politikat shëndetësore shqiptare ka nevojë për mbështetje për të gjitha grupet, patjetër për një buxhet më të madh dhe për një kujdes dhe akses të barabartë për të gjitha grupet diskriminuar.